Ato që e ke mendu që nga fillimi dhe që nga hyrja, a patë emocione shumë se u drellëshe aty? Në fakt, nuk jam dridh për vete, po e kom ditë përjetimet dhe sakrificat e familjes gjatë gjithë viteve që kam pas me mu, për lindjes deri tash. Edhe kom ditë që për ata s'ka me qenë letë ky rrëfimi jemi, sepse ata s'kan qenë të përgatitur as pak. Edhe nuk e di nështë ta kom pas menen qysh kanë me uni ata, për ndryshe me tonë të drejten, kur ma letune emocionalisht edhe shpirtnisht ma qetë nuk jom nisa atë natë. E kom hek një barë shumë të madhe prej vetit. Edhe cili ka komentet ty në kur dolje, sa në këtë ngjarje, në këtë histori, në këtë rrëfim, qa thanë? Kur gjohë, do me thonë, ata e dim ka shumë që në bëj, jo deri në qatë detaj që më thotë mu në koka jemi i bëj gjanat, po normal që më kanë kritiku pak për eskalimin e disa situatave që ka qenë normale, po në përgjësi kanë qenë të kënaqur me rrugtimin tam. Jo me këtë rrëfimin e pada fjallën se... Me rrëfimin më kanë thonë që sado që kemi përjetuar dhe sa herë që ti në televizion dhe sa herë që ti e tregon për neve është tu se po tregon për herë të parë. Kështu që unë e di që kanë qajtë shumë, kanë pi diçka për mu qetësu edhe ka qenë shumë e ronë emocionalisht për ata. Ama me ta dhonë dorën që thojnë se ke hy e përgaditur, e kështë pas misionin taman të kompletun, edhe kur the atë natë